Territori shqiptar për datën 4 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë vranësira dhe reshje të here pas hershme shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje të dobëta në veriperëndim, ndërsa pasditja sjell intensifikim të reshjeve në pjesën qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet 1 deri në 2 orë diell kryesisht në zonat juglindore. Era do të fryjë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 4 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 4 dhjetor do të jetë në orën 6:43, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 16 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 13 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 16 gradë Celsius. Berat 12 deri në 17 gradë Celsius. Korç 6 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 19 gradë Celsius.